Përheshtja është komplicitet, rasti i Elbasanit dhe njollat mbi demokracinë. Në një shtet që pretendon të funksionojë mbi bazat e drejtësisë dhe demokracisë, Shqipëria përballet me një nga sfidat më të rënda të historisë së saj moderne, bashkëjetesën e qetë midis pushtetit dhe strukturave kriminale. Nuk është më çështje dyshimi apo thashe theme, është një realitet që po përtypet në kafene, rrugë dhe studio televizive, por që asnjëherë nuk arrin të përkthehet në akt konkret, hetim zyrtar apo ndëshkim ligjor. Në këtë artikull, do të shqyrtojmë mekanizmin e frikshëm të heshtjes kolektive, ku të gjithë flasin me gjuhë të fshehtë, por askush nuk guxon të thotë të vërtetën me zë të larë. Elbasani, një qytet nën hijen e dyshimit. Elbasani është kthyer në një simbol të asaj që ndodh kur frika, korrupsioni dhe interesat e ndërsjella mbulojnë të vërtetën. Banorët flasin me nënkuptime, emra përmenden nëpër kafene, por asgjë nuk del në dritë. Në qendër të kësaj atmosfere është një emër që përflitet shpesh, Sara Mila. Ajo është kthyer në një figurë enigmatike, ku përflitet si ndërmjetëse, garantuese apo mbrojtëse e interesave që i përkasin një bote të errët. Por ironikisht nuk ka asnjë dokument, asnjë dëshmi publike, asnjë akt akuze që ta lidhë atë drejt për drejt me këto akuza. Pyetja është, si ka mundësi që një figurë e përfolur kaq shumë të mbetet krejtësisht e paprekur? Pushteti dhe krimi, një martesë e rrezikshme. Në çdo demokraci ekziston një vijë ndarëse mes shtetit dhe strukturave të paligjshme. Në Shqipëri, kjo vijë është zbehur deri në zhdukje. Deputet që flasin me gjuhën e rrugës, ministra që mbajnë kontakte me njerëz me të kaluar kriminale dhe një kuvend që më shumë i ngjan një panajër të interesave personale sesa një tempulli të ligjshmërisë. Këtu nuk bëhet fjalë për një individ apo një qytet të vetëm. Bëhet fjalë për një strukturë të ndërtuar mbi heshtje, kompromis dhe aleanca të fshehta, ku të gjithë e dinë, por askush nuk do të jetë i pari që e thotë. Roli i medias dhe opozitës, zhurmë, por jo dritë. Ajo që e përkeqëson situatën është fakti se as media, as opozita nuk kanë bërë detyrën që i takon. Gazetarët përsërisin zëra, por nuk guxojnë të gërmojnë. Opozita denoncon me fjalë të përgjithshme, por nuk sjell prova konkrete. Edhe kur ka indicie, shpesh përdoren si armë për të rënuar moralin e kundërshtarit politik, jo për të ndërtuar një sistem më të drejtë. Në këtë mënyrë, çdo deklaratë pa provë kthehet në zhurmë që ushqen mosbesimin, jo zgjidhjen. Sistemi që e mbron veten. Kur asgjë nuk ndodh përkundër zhurmës së madhe publike, nuk mbetet shumë për të thënë përveç faktit se sistemi është kthyer në një organizëm që e mbron veten me çdo kusht. Një sistem që reagon vetëm ndaj atyre që guxojnë të sfidojnë hierarkinë, jo ndaj krimit apo korrupsionit. Dhe në këtë lojë të ftohtë, qytetarët janë thjesht spektatorë të lodhur që kanë humbur besimin, por që gjithsesi paguajnë taksat për ta mbajtur në këmbë këtë makineri të kalbur. Çfarë duhet të ndodhë? Guxim për të thënë të vërtetën me emër dhe mbiemër. Media që hulumton, jo që vetëm riprodhon. Prokurori dhe drejtësi të pavarur që nuk ndalet nga emra të fuqishëm. Një shoqëri civile që nuk pranon më të hesht përballë padrejtësisë. Qytetarë që nuk kënaqen më me zëra, por kërkojnë llogari. Heshtja është krim. Nëse vërtet ekziston një lidhje mes pushtetit dhe krimit në Shqipëri, nëse Elbasani është një pasqyrë e kësaj dhe nëse emra si Sara Mila janë pjesë e kësaj loje të rrezikshme, atëherë çdo ditë që kalon pa hetim është një ditë tjetër në të cilën demokracia vdes pak nga pak. Mosveprimi nuk është neutralitet. Është bashkëpunim me të keqen. Dhe nëse ne nuk e pranojmë këtë sot, atëherë nesër do të jetë shumë vonë për të korrigjuar rënimin që kemi lejuar.